Pas koplikut nisma mbërin edhe në Tamar, i njëjti kontribut, i njëjti mision dhe i njëjta vëmendje ndaj komunitetit. Në qendrën shëndetësore të Tamarës, një pajisje e re i është dhuruar strukturës, që çdo ditë u shërben banorëve të Kelmendit. Një gjestë që përtej vlerës së pajisjes sjell më shumë mundësi për shërbimin shëndetësor në një zonë malore, ku distancat dhe kushtet gjeografike e bëjnë edhe më të rëndësishëm shërbimin ndaj tyre. Është vërtet një kënaqësi të jem këtu me ju sot. Këtu kam nderin të kem nën kryetarin e fondacionit avokatin e minjor nga ky vend, nga Kelmendi Ervin Tinaj, përfaqësuesit ligjor në shtetin shqiptar, zonjën Majlinda Laçaj dhe zotrin Aleksandr Laçaj. Kam po ashtu edhe bashkëvenas që kam shpër dëshirë të vinë këtu sot edhe vllajin tim aty. Lejoni po ashtu të përshëndes administratorën e Kelmendit dhe vërtet ne jemi si në shtëpinë tonë këtu në Kelmend, sepse malësia dhe trojë shqiptare, pavarësisht armiqet në ndan janë të pandara për ne si shqiptarë. Në këtë qendër pritja është bërë nga mjeku i familjes, i cili prej rreth 15 vitesh ushtron profesionin në Tamar. Kam ardhur për të punuar një vit këtu, po u bë viti 15. Jam krenar që punoj këtu. Jam i rrethuar nga dashuria dhe mirënjohja e njerëzve. Ndjek kënaqësi kur që vi në vendin e punës. Ti ishe gjithë populli shqiptar si populli i Kelmendit, ky vend do të ishte ndryshe. Këtë e them me përgjegjësinë më të madhe. Ti jeni krenar dhe ju që jeni prej këtej. Një nisëm me në qendër shëndetin dhe kujdesin ndaj komunitetit solli në malësinë e madhe teknologjinë moderne, ekokore 500 digital, stetoskop për diagnostikimin e hershëm dhe monitorimin e problemeve kardiake. Iniciativa jonë për dhurimin e këtij instrumenti ka qenë thjesht një nxitje, një ngacmim, një shkëndi që neve kemi edhe për qëllim të nxisim edhe bashkëvendasit tonë kudo që janë dhe t'ju rikujtojmë se vëmendja duhet kthehet tek vendlindja për i kalla kemi ardhur, sepse neve ja kemi bashkë këtij vendit dhe vendlindja është diçka që është më e shtrenjta pavarësisht ku jetojmë ne, pavarësisht punës dhe jetës përditshme tonën përtej oqeanit. Neve nuk në ban absolutisht asgjë më të huaj ose më larg vendlindjes, neve vetëm jetojmë pak më larg se sa ju që jeni këtu. Përndryshe jemi një kom, jemi një gjak. Dhe unë di se një instrument i tillë nuk është kush e di se një investim edhe aq i madh në aspektin monetar, por shpresoj që do jetë, si që thashë ma parë, një shkendi që do të nxjisë akoma ma shumë edhe shoqata, edhe bashkëdhetarë tonë të cilët jetojnë kudo në përbot, po pse jo edhe ndonjë biznismen apo njeri human që shpreh dëshirë të kontribojë për shëndetësinë, për arsimin, për çdo gjë që ka nevojë ky komunitet. Pas kësaj nisme qëndron Fondacioni Shqiptaro-Amerikan Trashëgimia e Prekcalit. Kohën që neve jetojmë, instrumentet të tilla janë tepër të nevojshme, është shumë e vërtetë sepse ky instrument nuk zbulon çdo gjë, por thjesht jep një vërejtje ose një sugjerim që këtu ka diçka dhe kërko diçka më shumë. Domethënë faktikisht çka zbulon ato zhurmt e zemrës, të cilat ndoshta mund të evidentohen për momentin nga një mjek familjar. Dhe si rrëlloj në atë moment mjeku familjar me dashimërsi dhe humanizëm klientit ti i thoi je shumë mirë, je duke shumë mirë, po kam dëshirë vetëm ta bash edhe këtë test. Edhe ti je krejt e rregull, pra mos më stresu më. Kjo domethënë ka qenë edhe qëllimi jonë. Kryetari i Fondacionit Anton Lajçaj shpjegon se ardhja në Tamar nuk është thjesht një vizitë, por pjesë e një misioni më të gjerë për të gjendur pranë komunitetit dhe për të mbështetur nevojat e tij. Kemi filluar me koplikun, sot jemi këtu, mas një javë ose ndoshta varet prej kohët kur ta përcaktojmë, do të jemi në Tuzë, në Olqin, me këtë instrument. Nuk i dihet viteve tjera, ndoshta do të jetë akoma diçka më shumë, do të lidhim në bashkëpunim edhe me shoqatat e tjera, të cilat kanë edhe potencial, dhe kështu që vërtet është një kënaqësi e madhe që neve jemi këtu sot dhe shpresoj që ky instrument të shërbejë komunitetit aq më mirë. Një komunitet që sipas mjekut ka ndryshuar ndër vite dhe për nga numri i banorëve. Këtu ka qenë një popullsi rreth 4800 banorë. Realisht sot këtu jetojnë dimër verë rreth 1500 banorë. Do të themi shifra? Si janë nga zemra Kelmendase?
Në kuptime drejt për drejt, domethënë ka probleme kardiake. Ja, ka probleme kardiake, po këtu është jetëgjatësia është më mirë se kudo. Vërtet? Po. Ndikon Se këtu nuk ka mirim, këtu nuk ka vuajtje, nuk ka këtu të thamë ca të dhëna tjera. Këtu çdo familje ka ujë i pishëm është dhe çdo familje. Çdo familje këtu ka tualet brenda. Janë të rralla familjet që s'kan tualet brenda. Nga gropat e selës e lartë nuk bëhet fjalë, zero, të tërë kanë gjë. Edhe zona e Buklit, të tërë pjesa më e madhe, jo pjesa më e madhe, po dhe mund të gjithë, 95% të banesave kanë tualete të rregulluara dhe ujë të pishëm brenda. Por ajo që ka ndryshuar është dhe vetë qendra shëndetësore. E restauruar dhe e pajisur me kushte të mira, qendra shëndetësore Tamarës është sot një hapësirë moderne për ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Qendra është restauruar me në kushte shumë të mira. Është një shërbim 24 orësh dhe me funksion të plotë. Është një gur shumë i mirë, një shkendi edhe për shoqata të tjera, edhe për diasporën, të cilët me të vërtetë janë gjithmonë afër këtij komuniteti dhe kësaj zone. Por është një gur i mirë që pse jo dhe në iniciativat e reja dhe unë Gjejrasi mi falendru me zemër për këtë pajisje të rejtë e shtume në qenë shtetësore të Kilmenit. Po investon shumë për këtë komunitet dhe bravo qoftë. Edhe unë të Lajqës, Ervintin, qoftë moralisht, po dhe Aleksandër Lajqë. Vetëm të jemi bashkarisht. Është një knatësi e veçantë për këtë komunitet, për këto investime që i bahen. Dhe bravo qoftë, ju falenderojmë pa masë. Në emër të përfaqësuesve të Fondacionit Humanitar Shqiptaro-Amerikan, trashëgimia e Prek Calit, nënkryetari Ervin Tinaj, dorëzon pajisjen tek mjeku i qendrës shëndetësore, një pajisje që synon të ndihmojë stafi mjekësor dhe të përmirësojë shërbimin ndaj pacientëve. Doktor, faleminderit për mikpritjen. Unë jam Ervin Tinaj, jam kryetari i shoqatës Kelmeni dhe nënkryetari i organizatës Trashëgimia e Prek Calit. Trashëgimia është me rujt kaluam, për na dona edhe trashëgimia e me shërua, po, edhe me nërtua të ardhmen. Kam i 8 vjeç, me profesion jam avokat, dhe baba thot, kur e gjen një doktor, një avokat me zemër, atër jenë rregull. Faleminderit nga zemër. Edhe faleminderit. Se keni ardhur dhe njerë, shumë faleminderit. Qëllimi është me ba punën tane më atletë. Këto me përqinje smunja e zemrës është shumë e lartë. Edhe kjo, pas minuta, mundet mjafshtu jetën me inteligentën artificiale këtu, edhe tjerë në rekomendimin që jeta me shku të doktori i zemrës e tjetër. Edhe njëherë, faleminderit, kjo nuk është një gjë e madhe, po si thot Nana Tereze, gjëra të vogla bame me dëshirë të madhe. Por pas pajisjes qëndron edhe një komponent i rëndësishëm, teknologjia. Koordinatorja Malinda Laçi shpjegon mënyrën e funksionimit dhe aspektin teknologjik të saj, duke treguar se si kjo pajisje mund të përdoret nga personeli shëndetësor në shërbim të pacientëve. Faleminderit edhe një herë shumë. Absolutisht. Faleminderit. Është kënaqësi e veçantë për mua. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kjo është fjala e fundit e teknologjisë, nëse mund të shtoj diçka. Jemi ndër parë në rajon që Shqipëria, sidomos Kopriku, Malësia Madhe dhe Kelmenti, pajisen me këtë aparatur, e cila ban depistimin e hershëm të sëmundjeve kardiovaskulare dhe të sëmundjeve pulmonare, që do të thotë çdo mjek ka një stetoskop normal. Por ky amplifikon me 40 herë ose me 40 herë zhurmat e cilat stetoskopi normal nuk i detekton. Dhe kjo është një tip paralajmërimit, pra jetë shpëtues për personat e cilët ndoshta mund të rrinë, pra në bazë statistikave që edhe Instati ka, Shqipëria, sidomos edhe zona Malësisë Madhe, ka një vdekshmëri në sëmundjet kardiovaskulare mbi 60%. Pra që do të thotë edhe me emërtimin e saj si sëmundje quhet pandemia e heshtur. Kështu që ne na vjen shumë mirë, edhe unë si përfaqësuese ligjore për Shqipërinë në Fondacionin Shqiptar-Amerikan Trashëgimia e Prek Calit, më vjen shumë mirë që po kontribuojmë në shpëtimin e jetëve të komunitetit Malësisë Madhe. Urime, shpresoj që shqiptarët, ashtu siç janë trimat të fortë, të jenë edhe të shëndetshëm. Faleminderit shumë. Në një zonë kur numri banorëve ishte më i madh, sot çdo shërbim i ofruar pranë komunitetit merr një rëndësi të veçantë.
Dhe për mjekun që prej 15 vitesh ka zgjedhur të punoj këtu, Kelmendi nuk është thjesht vend i punës, është një komunitet me të cilin është lidhur ndër vite. Është krejt ndryshe. Unë një gjysmë e Shqipërisë. Nuk ka si këtu. Nuk ka. Kjo është arsye që ju nuk largoheni, erdhët për një vit e mbetën për 50 vjet. Unë me njerëzit e kam pas gjithë një punë. Qytetet këtu para më ka dashur shumë. Qofta i pari e me këta, në njëherë për pasport. Njerëzit mund këtu publikun. Domethënë kjo i bie që nëse vjen një javë do mbetet një muaj. E sigur. E sigur sinqerisht. Vlerësojmë që Për Fondacionin Humanitar Shqiptaro-Amerikan Trashëgimia e Pregcalit, kjo nizm shihet si pjesë e një angazhimi që do të vijojë edhe në të ardhmen. Planet janë që mbështetja të shtrihet më tej me projekte që synojnë të shërbejnë banorëve, institucioneve dhe zhvillimit të qëndrueshëm të Trevës. Neve përfaqësohemi Fondacionin Trashëgimia e Pregcalit dhe e thash edhe në Koplik, shumë kush mund të thonë çka ka të bëjë Pregcali me shëndetësinë. Shumë e vërtet Pregcali nuk ka qenë mjek. Pregcali është krenaria e Kelmendit. Po, Pregcali mbrojti këto troje me bashk luftarët e tij, me njerëzit e tij, me kelmendasit, domethënë me gjak edhe me luftë kështu me radhë, dhe ne si pasardhës të këtyre trojeve domethënë duhet të ndihmojmë dhe të mbrojmë sa më shumë komunitetin ton dhe të ecim përpara. Edhe herë dije jashtëzakonisht kënaqësi që ndodhem këtu me ju falenderoj shumë për pritjen dhe besoj që kjo do të jetë në shërbim të komunitetit. Faleminderit edhe një herë administratore, faleminderit doktor, faleminderit edhe ju gazetare e TV Channel e nderuar Kozeta Bruçi. Faleminderit edhe ju për pjesëmarrjen. Nga Kopliku në Tamar, mesazhi është i njëjtë. Kur teknologjia, institucionet, fondacionet dhe kontributi i komunitetit bashkohen, përfituesi i parë është qytetari. Dhe në Kelmend, një pajisje e re në qendër shëndetësore është një tjetër hap drejt një shërbimi më pranë njerëzve.